pse ndodhet pafajshëm. Sepse ai e ka për një cigare hashash edhe e fut 7 vjet në burg. Po kur ti e fut 7 vjet në burg atë për një cigare hashash, çfarë ndodh? Ndodh që ai nesër do bëhet kriminal. Pra ne nuk shkojmë ke riedukimi, po ne shkojmë ke vendimi i burgimit dhe të gjithë, po të shohësh gjykatat, merrni shihni gjykatat dhe do shihni të gjithë vendimet e prokurorit ku ka mas arresti, nuk njohin mas tjetër përveç arrest me burg. Nuk e njohin fare, vetëm arrest me burg. Pra në masën ekstreme, për një cigare hashash. Dhe kur vje puna kokainës, u vjedhët kokaina, ikën 2 kontener nga porti i Durrësit, su morë njëri me të. Kur Banakingu është i dënuar me vendim gjykate, ai vazhdon të bërë reklam televizor. Jemi veni që importojmë më tepër banane, se sa çdo vend tjetër në Europë, për sa i përket numrit popullsisë. A thuti se shqiptarët rrinë me banane në dorë gjithë ditën? Qartë. Dhe absolutisht nuk ka hap gojë njeri. Dhe pse s'u ngritën këto, gjyqtar dhe prokuror, në mbrojtje të avokatit? Se në një sallë jemi, bashkë jemi, siç u ngritëm ne. Që folëm për vrasjen. Nuk u pajtu me vrasjen. Pse nuk u ngritën këta prokurorë gjyqtar? Ta dënojnë atë gjyqtarin. Që e ka tjatin, e ka të dënuar tjatin. Një gjyqtar që ka tjatin dënum bën këto veprime. Të marri mlidhet këllëgjeja. Pse s'mlidhet këllëgjeja dhe të marri vendim për atë? Ta heqin nga gjyqtare fare. I ati ishë dënum Saran, Strakosha, për vjedhje pronësh. Qa janë ta? Qartë, e kuptoj. Apo, jo, se ka një problem, se kur del nga salla gjyqit, avokatit përbalen me palet, nuk përbalen, ta gjyqtari e prokurori. Jam edhe shtyrit e gjyqeve, që bëhen. Njëherë s'ka i gjyqtar, pastaj s'ka i tjetër, një herë vje prokurori, ndrohet trupi gjykus, mërna një çështje, ndrohet 2 herë trupi gjykus, ndrohet 3 herë prokurorët, edhe hajde me veshti se ç'a ndodh me atë gjyq pastaj. Vin në gjykim, vin pa i lexuar fare dosjen. Pa i lexuar dosjen, s'di gjë se çka ka dosja. Pse? Sepse bëhen 20 gjyqe në ditë. Po si mund t'i bëj 20 gjyqe në ditë? Hy nga i derë, del nga i derë. Qartë. Dhe do të dodi pastaj kjo. Pse? Sepse nuk duam. Pse kërkojnë, po ta veshëre, pse kërkojnë për këto, qa janë këto rastet e drogave, do më kërë kapin këto spacatoret e theta, shto për të rusë, që i fusin burg. Pse kërkojnë gjykim të shkurtu? Që të mbyllin gjithë dorë, se nuk bëjnë asë jetim asë i gjohë. Mbyllin, thash, si që po letrën në pëgjëja fillim edhe mbaro. Me gjykim shkurtuar mbaro. Polici, kur të kërcënon OPG-ja, do t'i vej prangat, thot. T'i vej prangat, du të po folë, si the mu, dhët, si t'i vej prangat. Po, kjo është drejtësia, pra, kjo është reforma në drejtësi. Që bëri 4 urë në Shqipëri. Bëri 4 urë. Dua që të flasim edhe për një çështje të fundit bashkë, pa të marrë shumë kohë. Një çështje e cila ka nisur po trajtohet, po nuk e di se sa e madhe realisht mund të bëhet, është një çështje që ndërthur interesa të mëdha, po themi, të investimeve, konkretisht për aeroportin e Vlorës, e kam fjalën edhe Behgjet Pacollin. Pyetja ime është, nuk e di sa e ke ndjekur si çështje dhe kush po do t'ja marri, po them, Behgjet Pacollit e aeroportin e Vlorës. Kjo është një çështje pa komplekse. Po pse, akoma e venin dyshim kush do t'ja marri? Përveç se minuku koridorëve, kush do t'ja marrë tjetër? Përveç Ramës, kush do t'ja marrë tjetër? As unë, as tjetër. Ka forcë në Shqipëri, më gjene një njeri që ka forcë në Shqipëri, që të drejtoj gjykata, të drejtoj administrat, të drejtoj bashki, të drejtoj i KMT, i MT, LMT, gjitha. Drogën, kush? Korupcionin, kush e drejton? Edi Ramës. Dhe kush? Jam prish më pazare me Pacollin. Pse? Sepse dhe procedura Pacollin të shekabume. Nuk mund t'ja për tokën, zotri, tokën t'a kam dhënë unë. Dhe atë tokë ti nuk mund t'a shkosh dhe t'a lesh kolateral në bank. Pra tokën time t'je le kolateral në bank dhe merë 100 milion euro.
Qa janë këta investitorë? Po si janë këta investitorë që me lekë të shtetit, me lekë të popullit ta bëjnë investime dhe quhen investitorë? Dhe që është kjo bankë që me pronën e shtetit i jep kredi. Dhe kur prishin pazaret pastaj se qa ka bërë, ka fut një gremç aty, Po. investitor tjetër që ka X% dhe thot tash do ta bëj unë, thot, e bën ky gjyqin. Dhe pikërisht kjo është skema që bën mafia. Jo pa qëllime kam qyt mafia shtet. Mafia këtë skemë bën. Mi po, nëse mafia në vendet e tjera mundohet të kapi një ministër, një prokuror, gjyqtar, tu s'ka nevojë, se është kryetari i mafias, është ai që drejtori gjithë shtetin shqiptar. Dhe pra ne quhet mafia shtet. Se të gjitha pikat, çfarë do të bësh ti, të gjitha gjërat shkojnë ke Rama. Të gjitha gjërat shkojnë ke Rama. Nuk shkojnë vend tjetër. Dhe ai, po ja u them copa, ai ka për të shit gjithë. Ai do i shesit gjithë, se dosin që ka në Amerikë, ai nuk i shpëton dot. Ai prandaj bën gjithë lëvizje gjithë gjërat. Prandaj edhe shan, edhe godet, ai godet gjyqtar, ai godet prokuror, të cilët do të marrin vendimin që do ai. Prandaj ndodhin këto skena në gjykat. Kemi gjykat politike. Kemi prokurori politike. Nuk kemi profesionale. Janë politike. Janë statistikore. Duhen dënu kaq grupe kriminale dhe ai merr kaq grupe kriminale. Duhet të heq pacolli ta shfryj kjo se u prish pazari me mua, u prish misia se ai s'ma dhe aq miq. Ai s'ka as miq, asgjë s'ka. Ai i ka në tranzicion gjithë. Dhe tash ti marr pronë. Po i merr pronën shqiptarëve, jo më pacolli. Qartë. Në një moment pastaj që pacolli do të çojë gjykat ndërkombëtare, e kupton dhe do paguaj prapë shqiptarët, do paguaj lekët. Nuk i paguam. Siç ka ndodhur me të gjithë. E kjo është fatkeqësi e këtij vendi. Do zoti ikën një orë më parë, që kjo është fatkeqësi kombëtare që qëndron në krye të shtetit. Ai ka kap president, ai ka kap gjithë. Ai letrën e presidentit i firmos vetëm vëlla. Ja ka morë firmën elektronikisht edhe i dërzon. Ç'ishte letër që i dërgoi gjykatës se po kaloi një temp, gjykatës kushtetuese. Po. Kujtoti se ka bo Beromja dhe kapterri, po s'po kapterri është në dhe s'di gjohë me shkrujt. A i di recet, kujto se o recet edhe firmos. Gjitha në tërëmës. E hoqin vali biskën, të shqe pas ka morë prapë, në thëmë. Hiqeve, si pas interesi, si pas momentin. Ky bën çdo gjë. Nuk ka konflikt shtetëror. Është konflikt individual. Konflikti Ramës me Pacolli. Loja që luan, apo bëjnë skem, se bëjnë dhe skema këta. Do të kuptojnë dhe gjë, bëjnë edhe skem ky shkuria merr, e çon gjykat Hagës atje merr një dëm shpërbim të majnë, pagu dhe kredim, fut edhe lekët në xhep edhe ngelet po e njëjta gjë. Dhe Shqipëria paguan, populli paguan. Se kanë edhe këtë skemta, duhet ta kuptoni drejt. Si që boli me atë pallatin, e la pallatin Vlorë me unë ndërtu mes detit, sikur ishte aty, pastaj e prishi pallatin, shkoi luni, mori ja 15 milionë euro, edhe dolën gjithë palët të fitum. Kush e hongri Shqipëria, hongri populli që pagu lekë. E thjesht. Pra i bëjnë dhe këto numrat. Nuk është se këta nuk i bëjnë. Këta për parat që as bëjnë. Qartë. Esin çdo gjë. Më mos i duket çudi që nesër Pacolli do shkojë në gjykat ndërkombëtare, merr dhe lekët Pacolli, pagu dhe kredit banke, edhe ikën në shtëpi Pacolli edhe lekët i merr, të gjitha i merr dhe kush ngeli? Raporti ngelet fantazëm, me mrapa ka Ramën, patjetër, po fantazëm në kuptimin. E asaj edhe mrapa është Ramën. Po pse ju mendoni se i jep ky leje ndërtimi rezort e njërën tjetrën pa përfitu vetë? është nonsens. Ky njeri, ky narcist, ky është narcist. Si mendoni ju se ky është në njeri që i dhimbë se Shqipëria? Ky është shqiptar, në gjak shqiptar i jetë. Ky është shqiptar me shqiptar. Ta kuptojmë drejt, nuk është shqiptar, me origjinë shqiptare s'është ky. Qartë. Dhe ky drejton vendin.
Pra ne sillet këtë formë. Ky thjesht është ushtari i Sorosit, po, atë e ka. Komandanti i Soros. Qartë, mirë. Zoti Merkoçi, ishte kënaqësi biseda, të falenderoj për opinionet. Faleminderit edhe juve. Ishim me zotin Fatmir Merkoçi, avokat, folëm për disa zhvillime në vend, ato më të rëndësishmet nga UÇK dhe protesta për të, tek ngjarja e Elbasanit me ndalimin e avokatit dhe tek aeroporti i Vlorës. Rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë, do të flasim për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet mbajtura pikërisht ditën e djeshme, të cilat në kampin shqiptar duket se përveç komunave të balotazhit kanë prodhuar dhe një koalicion i cili të paktën deri tani, thash duke hequr pjesën e balotazhit, është fitues në pjesën më të madhe të komunave dhe ky është pikërisht koalicioni Vlen. Un kam kënaqësinë që të flas me Amir Elezi, nënkryetari i shtabit qendror të Vlen. Amir, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Ju falenderit dhe juve, gjithmonë është kënaqësi të bashkëbisedojmë bashkë në lidhje me situatat për zgjedhjet lokale këtu në Maqedoninë e Veriut. Duket nga mënyra se si po flet që je i gëzuar, të paktën rezultati deri tanishëm i zgjedhjeve është tregon për një fitore të Vlenit. Nga shifrat, Vlen ka fituar deri tani pa balotazh, në mos gaboj unë, në rreth 5 komuna, ndërkaq që koalicioni kundërshtar AKI në 3 komuna pa balotazh. Po më tepër se kaq, çfarë mund të më thuash për procesin e zgjedhjeve? Atëherë, ishte një fest e vërtet e demokracisë dhe një organizim perfekt i zgjedhjeve dhe i gjithë fushatës zgjedhore këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo është ajo që na gëzon shumë, jashtë edhe rezultatit të kënaqshëm dhe shumë të mirë të koalicionit Vlen që arriti në këto zgjedhje lokale. Ashtu siç përmenda në inkuadrimin tim të fundit për televizionin tuaj, ne kemi arritur që të fitojmë në 5 komuna që në raundin e parë, ajo që parashikova edhe në prag të fushatës, dhe jemi në epërsi edhe në 5 komuna tjera, apo bashki tjera, si që thoni ju, për në raundin e dytë, dhe kjo reflekton gjithë mbarvajtjen dhe pjesën e fushatës të cilën e kemi realizuar ne si shtab qendror i Vlenit, por edhe gjithë përkrahjen të cilën e kemi marrë nga votuesit dhe qytetarët është përkthyer në vota si në pjesën e kandidatëve për kryetar komunash, po ashtu edhe në pjesën për këshillat bashkiak. Do më thënë, është një fitore e madhe e shqiptarëve në këto zgjedhje dhe sigurisht që më bën krenar kjo, duke pas parasysh që koalicioni Vlen del fitues absolut në kampin shqiptar tek votuesit në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, nëse do të përmendim disa komuna, po themi kështu, patjetër që shkëlqimin e fitores e mban komuna e Çajirit në Shkup, të cilën e ka fituar që në raundin e parë pa balotazh Izet Mexhiti, ndërkaq që është rikonfirmuar në Tetov, në mos gaboj zoti Bilal Kasami, një tjetër bashkëdrejtues i koalicionit Vlen, si dhe në 3 komuna të tjera më të vogla. Nga ana tjetër, kundërshtarët tuaj, AKI-ja është rikonfirmuar në Gostivar dhe në disa komuna të tjera. A ka rëndësi vërtet, po themi, ky konfigurimi komunave përveç numrit? Atëherë, përveç Çajirit i cili u fitua që në raundin e parë me një diferencë bukur të mirë të votave, afër 4000 vota diferencë nga oponentët tanë. Në fakt Tetova është në balotazh. Tetova është në balotazh, se u kujtova. Tetova është në balotazh, mirë po edhe në Tetov ka një diferencë 4000 vota. Gjithashtu edhe në Dibër jemi në epërsi me rreth 800 vota, dhe në Struk po ashtu jemi në epërsi, dhe gjithandej edhe në komuna tjera rurale, në 5 të tjerat që shkojmë në balotazh jemi në epërsi ndaj oponentëve tanë, dhe kjo na bën të përkushtuar në këto 2 javë fushat për raundin e dytë që t'i fitojmë edhe këta komuna. Sa i përket konfiguracionit territorial i
të themi, në zonën e 6 zgjedhore ku janë të koncentruara votat shqiptare, kemi fitore bindëse në të gjitha komunat, duke përjashtu Gostivarin atë që përmendet ju, dhe kjo na bën sigurisht krenar në pjesën e asaj që thirreshin në një referendum dhe oponentët tanë mundoheshin që të provokojnë edhe zgjedhje të parakoshme duke u thirrur në legjitimitetin e votës shqiptare, edhe kjo tezë e tyre bie në ujë. Kështu që mund të them me plot përgjegjësi që koalicioni Vlen është fitues absolut i këtyre zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Më lejo të pyes, dua të pyes shumë sinqerisht dhe po ashtu doja një përgjigje të sinqert. A ishte një fitore që e prisnit apo ishte një surprizë e bukur? Ishte një fitore që e prisnim, sepse ju thash që koalicioni AKI totalisht e humbi qasjen sa i përket këtyre zgjedhjeve lokale, shpikën disa tema të cilat nuk korrespondojnë me realitetin faktik dhe me nevojat e votuesve në komunat shqiptare. Prandaj, duke qenë se u futën në këtë fushat zgjedhore me tema të shpikura dhe të sajuara, ata nuk patën kontakt direkt me votuesin shqiptar dhe nuk e ndoqën kërkesën e tyre. Kjo para së gjithash prej faktit që nuk arritën që të japin rezultate dhe t'i përmbushin premtimet në komunat në të cilat menaxhonin në kaluarën,